Sipas statistikave, në Shqipëri numri diabetikëve në popullsinë e rritur është 3 deri në 4%, që do të thotë se kemi afërsisht 120 deri 150.000 diabetik të njohur. 14 nëntori, dita botërore e diabetit, është një mundësi për të sensibilizuar lidhur me këtë sëmundje, ku me prekur është grup mosha 40 deri në 65 vjeç, që përbën gati 40% të rasteve. Departamenti i Infermierisë në Shkodër jo vetëm ka sensibilizuar, por edhe ka bërë matin e nivelit të sheqerit në gjak për të interesuri, numri të cilëve ka qenë mjaft i lartë. Ne si Departamenti i Lëndëve Klinike, bashkë me klubin studentor, Mediklub, po organizojmë matje në terren të njerëzve që po kalojnë të nivelit të sheqerit. Po bëjmë edhe BMI-n dhe disa tregues tjerë tek personat që ne shohim problematika, i inkurajojmë që të marrin kujdes shëndetësor dhe të ofrojnë pranë qendrave të tyre shëndetësore. Ne bëjmë shpesh aktivitete të tilla, thënë drejtën është një kënaqësi shumë e madhe, momentin që ne arrijmë bë disa matje siç është glicemia, ka pas raste që kena arrit me ka vlera shumë të larta, siç për shembull sot kemi pas disa raste rreth 380, 420 dhe normalisht ne i kemi drejtuar tek mjeku i familjes që të bëjë një konsult, një vizitë, po ashtu edhe për presionin arterial. Normalisht janë vullnetare, ne e bëjmë vetëm për kënaqësi shpirtërore dhe e bëjmë me shumë dëshirë. Ndërsa sot në botë numërohen rreth 537 milion diabetik, në vitin 2030 mendohet të jenë 643 milion diabetik. Diabeti që takohet më shumë është diabeti tipit 2 me 90% dhe 10% diabet tipit 1. Përsa i përket vdekshmërisë, të dhënat e OBSH-s tregojnë se diabeti shkakton çdo vit 5% të vdekjeve globale.